në kuvend komunës, bashkë me shefin e shtabit, bashkë me nënkryetarët e degës. Ja u kam shpjegu krejt marrëveshjen, deri në ora 4. Jemi besatu dhe kemi publikuar atë foto te Zoti që do të angazhohemi të gjithë sinqerisht për ndryshim në Vushtrri. Kam dërguar tekstin e marrëveshjes televizave të vendosje në ora 6 mbrëmje dhe është caktuar për nesër në ora 10:30 në nënshkrimi i marrëveshjes. Janë njoftuar mediat. Në ora 7:20 kam pas komunikim me kryetarin Abdi Gjiku. Dhe më ka thonë ato që ai e din që më ka thonë. Dhe unë i kam thonë kryetar, më thuj një arsye të vetme. Pse, çka ndodhi? Ku jemi, çka ndodhi? Kjo bë me mesazha, po, fillimisht. Me mesazha. Okay. Dhe kur pastaj më ka marrë në telefon Kujtim Shala. Dhe më ka thonë, nuk bën me bëhat marrëveshje. Unë, çka keni vëlla? Çka ndodhi? Mos u got prit, Nalo. Ka dalë, është caktu, është ora 8 mbrëmje, ishte ora 7:28. Nesër në ora 10 ishte takimi për marrëveshje. Për marrëveshje. Dhe pastaj kam komunikuar, kam dëgjuar që në prapavi kur kam folë në telefon me zotin Abdi Gjikun, i kam kërku që të takohem, ka thonë jo, s'kem nevojë mu taku, zbat kjo punë. E kam dëgju Gaz Mohaxherin mrapa, e kam dëgju zonin e tij tu fol përmes telefonit me zot Nal. Dhe i kam thonë që kjo punë në Vushtrri, për Vushtrrin, unë jam kryetar degës, jam konsultuar me të gjitha strukturat e degës, me themeluesit e degës, me aktivistët dhe me të gjithë të tjerët, dhe të gjithë janë për ndryshim në Vushtrri, sepse është interesi degës LDK-s ndryshimin në Vushtrri. Dhe kam vazhduar marrëveshjen për shkak se unë nuk kthej fjalën e dhënë. LDK-ja nuk duhet me thy fjalën që jep. Asnjë parti politike nuk duhet me thy fjalën që e kemi dhënë. Kisha dhënë fjalën që po do ta bëjmë koalicionin dhe do të dilja një tradhtar para qytetarëve të Vushtrisë, nëse unë do të theja një fjalë të dhënë që është një mundësi e jashtëzakonshme për ndryshim në Vushtri, sepse qytetarët e Vushtrisë me shumicë në raundin e parë kanë votuar për ndryshim. Cila ishte arsyeja